Shëndetje të dashur dëgjues, mirë se erdhët edhe këtë të shtunë në emisionin Hynesha, si zakonisht me ju jam unë Elvana Shala, e sonte do të kemi përballë një grua shumë të dashur për publikun, një grua shumë të zonjën e cila së fundi ka marrë guximin edhe të hyjë politikës. Ajo është zgjedhur në mandatin e saj të parë si deputete e Kuvendit të Kosovës, por para se të vinte në këtë pozitë ka mbajtur pozita të rëndësishme në shoqëri civile duke kontribuar gjithmonë në fuqizimin e grave dhe vajzave dhe në mbrojtjen e të drejtave të tyre. Me mua dhe me ju sonte është Drita Pajaziti. Përshëndetje dashur, mirë se erdha. Përshëndetje dashur Elvana, faleminderit, kënaqësi me qenë sonte këtu me juve dhe me gjithë shikuesit. Shumë kënaqësi edhe për neve me të pas në këtë emision. Ne thatë para se të hynim në intervistë, që është intervista juaj e parë si deputete e Kuvendit Republikës së Kosovës, kështu që uroj të jetë një nismë e mbar për ty, edhe të kesh edhe shumë intervista të tjera, duke ditur faktin që nëse veç se konstituohet Kuvendi i plot, ju pret një punë e jashtëzakonshme si deputete dhe përfaqësuese e popullit të Kosovës. Sonte ti do të bësh hapjen e kartave të jetës tënde në 3 perspektiva, por para se të vim tek kjo pjesë, zakonisht të gjitha hyneshat i rikthej në retrospektiv, duke i pyetur se si kanë qenë ato kur kanë qenë fëmijë. Në këtë rast si ishte Drita kur ishte fëmijë? Drita edhe si natyre e imja dhe tash që vazhdoj me qenë, Drita ka qenë një fëmijë shumë i qetë dhe shumë e urtë, po mënej nuk kam qenë fëmijë temperamente, e cila gjithmonë që ka pas vullnet të ndihmoj të tjerëve, e që po më duket tash se edhe me marrjen e të mandatit tim si deputete ja kam dal këtij qëllimi se tash po jam në shërbim të qytetarëve. E kom pas si hobi Drita gatimin edhe vullnetarizmin njëkohësisht, por e kom pas dëshirë Drita qysh si e vogël ka qenë edhe kom qenë e dashur shumë me natyrën, sa që si e vogël ka marrë pjesë në hikinge të ndryshme. Po e kthena të punën që përmena Drita si vullnetare, në qysh e vogël e kum pasë në shpirt gjithmonë të marrë iniciativa të ndryshme dhe të jem në shërbim të tjerëve, të dalë në ndihmë të tjerëve, kam marrë pjesë në aktivitetet pastrime qysh e vogël. Kjo ka qenë para shumë Drita si e vogël, si pra, karakter. Gjithmonë në shërbim të qytetarëve, gjithmonë në shërbim të së mirës, do të thoja për vendin, edhe si duket, ju rastësisht sot keni fituar pozitën e deputetës në Kuvendin e Republikës së Kosovës, ku do të keni shumë mundësi ndoshta të ndihmoni qytetarëve në forma të ndryshme, por edhe të vendosni për ligjet që rregullojnë jetën e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Patjetër, tash jam në një pozicion krejtësisht të ndryshëm, ku e besoj që kam mundësinë që t'ju ndihmoj shumë më tepër se sa që kam bërë ma herët, kështu që po shpresoj që vise të rregullohen këto çështje të cilat janë edhe të ecim punës dhe na jepet mundësia të punojmë dhe të jemi në shërbim të qytetarëve, por njëkohësisht edhe të jemi zëri i të gjitha atyre, të shpalosim të gjitha kërkesat, ankesat në shërbim të smirës përgjithshme. Natyrisht. Dritë, me qenë se vjen nga spektri i shoqërisë civile, ke menduar si e vogël tha që gjithmonë ke qenë aktive me vullnetarizëm, domethënë për iniciativa të ndryshme. Po e ke menduar ndonjëherë që do i hysh politikës edhe pse ndodhi? Më realisht gjithmonë i kam dashur shkenca sociale. Unë edhe gjimnazin e kam kryer shkenca shoqërore, kështu që gjithmonë kom pas pasion për shkenca sociale, edhe ajo puna, edhe puna e vullnetarizmit, edhe çështjet sociale të cilat i mballafaqu çdo ditë, realisht më ka bërë me ndjek edhe studimet për shkenca politike, që unë realisht i kam përfunduar të 2 nivelet në drejtimin e shkenca politike, kështu që jam stacionu edhe kam ditë sakt që çka po duhem, po. Edhe sot jam këtu ku jam me punë normalisht, çdo sen arrihet me punë dhe me vullnet shumë të madh. Nuk ka qenë asnjëherë lehtë, sidomos ne e dim që gratë në politikë nuk janë asnjëherë të favorizume, mirë po që kur e don një punë mundesh mja dalë. Me qenë se jemi në kohë fushate, pa përmendur parti politike, pa ngjyrosur politikisht, është mandati juaj i parë. Shumë gra sot po kandidojnë për asamblet komunale
sociale të qyteteve të ndryshme. Tregona pak prej perspektivës tonë si ja ka dalë drita me qenë fituese e zgjedhjeve nacionale, që është ndoshta një lloj sfide shumë e madhe se sa ato lokale. Sigurisht ato gra dhe vajza që janë duke na dëgjuar dojnë me ditë prej teje se cila është strategjia për ta bindur popullin ose çka duhet bëjë një femër që të fitojë një pozitë politike, qoftë në Kuvendin e Kosovës, qoftë në Asambli. Realisht Elvana, unë para se me kandidu si deputete tash që edhe kam marrë mandatin, unë e kam pas mandatin e parë edhe si asamblejiste, edhe provoja ime paraprake në shoqëri civile dhe njëkohësisht me aktivitetin, fillimisht me aktivitete rinore, pastaj edhe me aktivitete për fuqizimin e grave. Njëra prej arsyeve kyçe që më ka bë mu kyç në politikë dhe në garën për asamble në zgjedhjet e kaluara ka qenë fuqizimi i grave në shoqëri, sidomos prej komunës në të cilën vi. Unë vi prej komunës Podujevës, kur realisht gratë nuk kanë qenë as pak të përkrahra. Dhe kështu që në momentin kur unë kam marrë mandatin, kam arrit me qenë gruaja e tretë më e votuara në subjektin cilën e përfaqësoj, po. Pastaj kum fillu me hapa dhe me strategjitë për realizimin e njërit prej premtimeve të mia, ku kam mbështet jashtëzakonisht gratë. Kur tham kam mbështet jashtëzakonisht, për 3 vite e gjysmë mandat cilën unë kom bajt, i kom realizu dikun 40 trajnime të ndryshme grave llapjane të cilat janë trajnime në sfera të ndryshme, qoftë se llapi ka shumë gra të zonja dhe punëtore në sfera të ndryshme, ka gra shumë fermiere shumë të mira, ka gra që që punojnë me pundore të ndryshme, dhe unë për te i kësajna bashkëpunimi jem paraprak me shoqëri civile më ka jep mundësi që ato lidhje, ato bashkëpunime të cilat i kom pas paraprak ti realizoj edhe si asamblejiste. Kom realizu, nuk e di sa më lejohet me përmend organizatën, po Nëse është parti politike jo? Jo, është organizatë është organizatë jo qeveritare, është DND, e cila i ka përkrahur në mënyrë të jashtëzakonshme gratë llapjane, qoftë me trajnime të ndryshme, mirë po i ka përkrahur edhe me grante të ndryshme, ku në mandatin vitin e parë të mandatit tim kam një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me zonjën Lirie, të cilën e falenderoj edhe kështu publikisht, çdo kërkesë, çdo gjë që ju kam drejtuar më është përgjigjur dhe gratë kanë arrit në vitin e parë, po flas për vitin e parë si asamblisë, kam arrit 60 gra, jam mundsu nga një grant të fushave të ndryshme në të cilën ato janë, kam fitu maqina, kam fitu frizere, abdim varet prej fushës në të cilën na kanë apliku. E mirë po kjo ka ardhur si shenjë bashkëpunimit të cilin e kom pas me DND-n. Kom pas me organizata të tjera si ka qenë edhe Difordia që i ka realizu shumë projekte edhe shumë trajnime të ndryshme. Ajo që vlen me theksu është që për herë të parë në mandatin tim zbashku prap me një organizat llapjane, kom arrit me bë një diskutim publik për buxhetin e komunës së Podujevës, që s'ka ndodhur më herët, edhe për çuditërisht kërkesat e grave të cilat janë majt kanë qenë në dimension ke ndryshme prej burrave, të cilat zakonisht janë. Se zakonisht burrat kërkojnë asfalt, kanalizim, ndërsa gratë kanë pas një dimension krejt tjetër të kërkesat. Kanë kërku shkolla, kanë kërku qerdhe, kanë kërku trotuare, kanë kërku ujë, edhe kjo ka bërë shumë ka qitë në pas se sa është e rëndësishme diskutimet edhe me gratë. Gjë që s'ka ndodhur më herët. Po ashtu kom pas prap bashkëpunim me DND-n që ja ka mundsu grave llapjanet me mbajt panajire që kanë mbajt edhe që ato panajire, ai panajir që ka qenë shumë i frytshëm edhe i bereqetshëm për gratë, për to, saqë brenda ditës ka gra që kanë fituar edhe deri në 200 euro. Por duke mos lënë anash edhe komunën e Podujevës, që kryetari aktuali i cili është realisht i ka përkrahur një masë shumë të madhe të grave,
qoftë me panajire, qoftë me subvencione, qoftë në mënyra të ndryshme, gjë që s'ka ndodhur më herët. Natyrisht, e dashur ne thash në fillim që keni kontribuar shumë në fuqizimin ekonomik të grave dhe këtu vetëm sa po na i tregon, do të thoja në vija të trasha, krejt kontributin tënd sa ke qenë asambleiste, gjë që ne nuk dyshojmë as në faktin tani nëse do të keni mundësi të punoni gjatë gjithë mandatit si deputete e Kosovës, do të bëni edhe më shumë se kaq për këto gra. Gjithsesi ne do të mësojmë shumë nga perspektivat e tua, vetëm pas pikës muzikore që do ta dëgjojmë tani, sepse është koha që ta nisim këtë emision me një pikë muzikore, ndërkohë që ju asesi mos u largoni nga valët tona, sepse pas pak deputetja e re e Kuvendit të Kosovës, Drita Pajaziti, do të bëj hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva. Të dashur dëgjues Radio Kosovës, jemi sërish bashkë për shoqëron emisioni Hynesha me ju jam unë Elvana Shala, sonte siç e tham në fillim të emisionit, përballë kam deputetën e re të zgjedhur të Kuvendit të Republikës së Kosovës, zonjën Drita Pajaziti, e cila tani do të bëj hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva. I gati. Po, gati. Zgjedhni kartë nga e kaluara. Në fillim, në mes, në fund, ku të duash? Këtë të parën. Me të parën, a? Po, me të parën. Cila ishte situata më e fundit në të cilën keni ndjerë se duhet të kompenzoni? Çfarë ndodhi dhe cilat ishin rezultatet? Para se të vim tek pyetja, a je person që i kompenzon situatat? Jo, jam një person që pavarësisht çka do që ndodh, nuk merrem me të. Qoftë situata të mira, qoftë situata jo të këndshme, tash rrugtimi në politik nuk është shumë i lehtë, ka barierat, ka sfidat, ka pengesat në të cilat ballafaqohesh. Mirë po nuk jam një person hakmarrës, pavarësisht çka do që ndodh, çdo gjë që ndodh në këtë jetë, mirë ose keq, e lën atë formë dhe nuk merren. Realisht nuk e harxoj energjinë time mu merr me personin, dhe pse shpesh herë më ka raste dhe mundësia me bë të njëjtën të cilën të tjerët e kanë bë për mua, po më në këtë rast se për të mirën padyshim që e kthen me të mirë, po në këtë rast edhe të keqen, nuk merrna, nuk. Pra në të kaluarën tënde asnjëherë nuk keni ndjerë se duhet kompenzosh ndonjë situatë? Jo. Mirë, kur mundesh me qëndru në këto parime. Çka thotë tashmja në këtë pikë, zgjedhë një kartë? Ta ndrojna pak. Hajde. Parashikimi është një mekanizëm mbrojtës në të cilin një person përgatitet për situata të pakëndshme, duke parashikuar dhe mbijetuar rezultatet më të këqija të mundshme. Për shembull, një person që ka frikë nga fluturimi mund të mendojë për të gjitha problemet e mundshme që mund të ndodhin gjatë fluturimit të ardhshëm. Kur dhe si e përdorni parashikimin si mekanizëm mbrojtës, jep një shembull. A je person që i parashikon situatat? Jo, jam person që i la me rrjedh gjërat, ashtu siç janë, ndodhi që ndodhi, i la ashtu me spontanesh gjërat. Nuk i parashikon paraprakisht që mundet me të ndodh? Ose si mundet me rrjedh, për shembull, kur ke vendosur me kandidu për deputete, e ke parashikuar që mund të fitosh apo jo? Po. E kom në këtë rast po. Realisht kur t'jesh në një garë politike, kontaktit të cilin e ki me njerëzit edhe ato kontaktin, bisedimet edhe gjanat cilat ti ki për det, i sheh për det, mundesh me pa vetën ku qëndron edhe sa të vlerësoj njerëzit edhe si e sheh të ardhmen. Kështu që disa gjana dhe parandjehen, mirë po në këtë rast unë e kom parashikuar dhe e kom prej kontaktit vazhdueshëm me të cilin e kom pas me qytetarët, e kom ndjetë që puna ime padyshim që kam u vlerësuar. Pra shihet qartë që në disa situata edhe e përdor parashikimin. Në disa situata po. Ndoshta jo në të gjitha, po në disa po. Si qëndron me intuitën, Drita? I beson intuitës sënde? Shumë. Atë që e parandjej, nuk ka ndodhur deri më tani asnjëherë që atë që e kum parandjej nuk më ka dalë ashtu. Kështu që i besoj shumë intuitës se e ndjej, edhe si të mirën si të keqen e ndjej që nuk është, nuk bën, ose bën ose s'bën. Kështu që deri më tani intuita nuk më ka lënë asnjëherë vetën, as nuk më ka zgënjur. E bukur kjo, po kur intuita të thotë që
diçka e keqe mund të ndodhë, si vepron drita? Merr masa për ta parandaluar nëse veç ke mundësi për ta bërë këtë gjë, apo thjesht pret me ndodhë? Realisht kur intuita më thotë që nuk ka nuk është gjë e mirë dhe më jep ndjesi jo të mirë, ndalna dhe analizoj gjithë situatën, më varet tash prej situatës edhe pozicionit për çka bëhet fjalë, analizoj edhe ndodh që marr edhe masa, nëse më brenda mundësive më jepet mundësia, pa dyshim. Mirë, çka thotë ardhmja dhe e fundit për këtë raund? Me qenë se shkolla e parë me Ka të të fundit, me të fundin. Në lidhje me dy kartat e mëparshme merrni parasysh shembullin më poshtë. Mirënjohja është një nga rrugët e shkurtra më të mira për të arritur paqen dhe kënaqësinë e brendshme. Rëndisni të paktën 3 gjëra për të cilat ndiheni mirënjohëse në këtë moment në lidhje me temën që po diskutoni. Për çka është drita mirënjohëse në jetën e saj, që nga e kaluara e deri në këtë moment? Mi përmend 3 gjëra të vetme. Wow. Jam mirënjohëse, muna me thonë, jam mirënjohëse për nanën time, e cila ka qenë njëra prej, edhe është vazhdon të jetë njëra prej krahët më të fortë që unë sot jam këto. Ajo është mbështetja ime më e madhe dhe që jam jashtëzakonisht mirënjohëse për gjithë përkushtimin edhe sakrificën e madhe cilën e ka bë për mua, se realisht ajo për mua është hyneshja, ajo është hyneshja dhe nëse drita ka arrit këto ku është për shkak të këshillave dhe të saj të cilat më ka qëndru jashtëzakonisht pran meje. Gjëja e dytë ose personi i dytë? Personi i dytë, padyshim që në mbështetja e familjes, e sidomos së vllaut të madh, që ka qenë pas nanës ka qenë vllau ai që ka qenë shtytja ime më madhe, ndoshta në shumicën e rasteve, sidomos në politika din me të lodh, edhe ndoshta në ato dorëzimet kur thu abden jam lodh nuk muj ma, ndoshta që ka raste kur nuk vlerësohet puna dhe fillon me u dëshpëru, ai qëndron ato dhe më thot dritë mund t'ja dalësh, abden mos hjek dorë. Para se të bëj 2 pyetje tjera në lidhje me këtë që po flet, cila është gjëja e tretë për cilën ti je mirënjohëse? Jam mirënjohëse për veten time, kjo që jam që Kjo ishte më e bukur tani. Jam mirënjohëse të vlerësosh veten përpara të tjerëve. Padyshim, jam mirënjohëse për karakterin edhe kjo që jam, që kam vazhdu me qëndru pavarësisht pozitave dhe pozicioneve në cilëm kam qenë, kam vazhdu të jem e njëjta, kam vazhdu të mos ndryshoj dhe gjithë rreth dhe shoqënia të cilën e afërme të mi e njohin edhe dritën, e din drita që drita është rrit kështu, edhe ka vazhdu me qenë kështu që jam mirënjohëse për veten time që nuk kom ndryshu asnjëherë, pavarësisht pozicionit të pozicës cilën e kom bajt. Kjo është shumë e bukur sepse politika din me të qit prej vetës shumë shpesh. Ndoshta dhe situatat e ndryshme politike, nuk e di sa ke pas mundësi më përballë me situata të rënda, sa ke qenë në asamble, po ta kesh të qartë që në Kuvend të Kosovës mundesh me u përballë me gjithçka, kështu që është mirë kur mundemi me qëndru stoikisht vetvetja. Para se të kalojmë tek pika tjetër muzikore, dua të bëj një pyetje në lidhje me nanën që e përmende, cila është këshilla më e veçantë që e ke marrë prej nanës, që ty të ndjek gjatë gjithë jetës tënde. Meqense e përshkruve një lidhje shumë të veçantë me të. Gjithmonë këshilla e saj edhe që e kujtoj tërkohën më thotë qëndro vetvetja. Qëndro ajo cila je, ajo cila je rrit edhe vazhdo të jesh ajo. Mirë, shumë e bukur kjo, këshilla jashtëzakonisht të mira dhe natyrisht 3 gjëra dhe 2 individ, sidomos shumë të veçantë familjes sënde për cilët ti je mirënjohës dhe të cilët kanë shtyrë që ti jesh ajo që je sot me të gjitha sukseset dhe bagazhin që e posedon. Për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar në radio, është koha që sërish të rikthehemi muzikës, ndërkohë që ju mos e ndroni kanalin sepse drita pa hezitje do të ketë edhe shumë çka për shpalosur nga perspektivat e jetës së saj në raundin e dytë të hapjes së kartave. Vim tek ju vetëm pas pak.
Me të dashur të emisionit hynesha, jemi sërish bashkë me ju, ku sonte përballë me është Drita Pajaziti, deputetja e re e zgjedhur e Kuvendit të Republikës së Kosovës, e cila po bën hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva. Ta shohim në raundin e dytë ku do ta përplasin kartat. Dritën ai gati. Po. Zgjedhni një kartë nga e kaluara. Okay. Wow. Si e sheh Drita të kaluarën e saj? Një kaluare shumë e bukur, pavarësisht që në atë kaluar ka pas gjëmba, sfida të ndryshme, situata jo të këndshme, po mbi gjitha unë e konsideroj dhe nëse shpeshherë bëhet pyetja nëse e kishe kthy kohën mas a kishe Doja ta bëja atë pyetje, po, a do të ndryshoje diçka? Jo, realisht jo. Jo mirënjohëse për tërë jetën të cilën e kam kalu dhe që jeta më ka sjell deri këto. Çka do që jeta më ka sjell, unë jam shumë mirënjohëse ndaj saj, kështu që nuk kisha ndryshuar diçka. I përmende sfidat, cilat kanë qenë sfidat më të mëdha në të kaluarën tënde? Tash po përmend njëra ndër sfidat e kyçës tam në politikë, tash një ndryshim prej shoqërisë civile më kyç në politikë. Shoqëria civile nuk gjykon shumë se e bën një punë, por kur kyçesh në politikë është bukur e vështirë. Abdin ka pas prej atyre që ka thonë pse po jam politikë, abdin ka pas prej tyre që më ka thonë a pas ka njerëz mirë në politikë. Edhe apo më kanë me mbjetu njerëz të mirë në politikë, edhe unë i them me bindje të plotë që ka njerëz të mirë në politikë. Tani realisht cili është mendimi yt në këtë rast, meqense se je fare e re në politikë? Mendon që ka vërtet njerëz të mirë në politikë, kanë mbetur të tillë, sepse unë e thash paraprakisht që politika të zhvesh nga të qenit njeri i mirë, të zhvesh nga vetvetja. Ti si e sheh, si e re në këtë fushë? Unë menoj dhe besoj që ka njerëz të mirë në politikë, edhe unë vetë jam pjesë e politikbërjes, edhe nuk menoj që ndonjëherë do të zhveshna prej politika, prej karakterit, prej asaj të cilën unë jam kriju, se rrjedhimisht gjithë jetën time deri me tani, kjo është kriju, Drita është kriju kësaj dhe kësaj ka me vazhdu dhe tutje. Kështu që unë menoj edhe besoj që ka njerëz të mirë, edhe fakti që unë jam pjesë e kësaj politike, pavarësisht që jam e re në atë kontekstin e pozicionit më të lartë siç është deputetja. Mirë po ne kam pasur paraprakisht siç e theksova edhe si asambleze, edhe për 3 vite gjys që kam qenë pjesë e asamblesë, Drita nuk ka ndryshuar. Drita nuk, pavarësisht situatave dhe edhe pozicioneve të ndryshme, Drita ka qëndruar e njëjta, edhe vazhdon të qëndrojë e njëjta. Unë nuk e lejoj politikën më ndryshu. Shpresojmë. Dhe ta shohim ditë në vazhdim. Në momentin që e shoh që politika po më ndryshon, unë largona prej politikës, por nuk e lejoj që më ndryshu politika. Dritë, cila do të jetë çështja e parë me cilën ti do të merresh si deputete e Kuvendit të Kosovës, sapo gjërat vinë në sistem? Realisht 2 prioritetet e mira të cilat unë i kam edhe në mendje edhe që kam vazhdu me punu në këndrejtim, kanë me qenë gratë, padyshim, dhe kategoria e dytë kanë me qenë personat me aftësi të kufizuara. Që unë kam mundu të jem zë e tyre edhe të shty kërkesat edhe interesat e tyre përpara. Jashtëzakonisht e veçantë, kjo je deputetja e parë që po ma thua se do t'i kesh një nga prioritetet kryesore, kështu që më vjen shumë mirë, sidomos që ke menduar edhe për këtë lloj kategorie, e cila vërtet ka nevojë për zë, sidomos në Kuvendin e Kosovës. Nëse më lejon, për herë të parë në Podujevë është formuar një klub para tenis që është me persona me aftësi të kufizuara. Kjo ka ardhur me iniciativë time, mirë po me mbështetjen e presidentes tash paraolimpike Njomza Emine, e cila e ka organizatën dhe e ka mbështetur që të hapet edhe një klub i tillë edhe në Podujevë. Edhe para 2 vite është hap për herë të parë klubi para tenis për persona me aftësi të kufizuara, ku ata persona kanë mundësi me qenë, shpresoj që në të ardhmen do të jenë edhe në garat ndërkombëtare, siç ka qenë përfaqësuar me vitin e kalum edhe Grevisi,
që ne ka bërë histori, që ka bërë histori dhe ne ka përfaqësuar në mënyrën të jashtëzakonshme. Unë Grevisin e një personalisht, kështu që më ka bërë jashtëzakonisht krenar. Unë shpresoj dhe besoj që edhe sportistë të cilët janë sidomos të llapit, të jenë pjesë e garave ndërkombëtare dhe të na përfaqësojnë në mënyrën më të mirë të mundshme dhe të na bëjnë krenar. Unë nuk kam fjet dyshime sepse vërtet Grevisi na ka bërë krenar të gjithë, më tepër që ishte i pari në historinë e Kosovës që mori pjesë në garat paralimpike ndërkombëtare, kështu që janë iniciativa jashtëzakonisht të nevojshme, sidomos për këtë kategori të rinjve do të thoja, sepse i qesim më shumë në pa edhe talentet e tyre, sepse pavarësisht ndonjë aftësie të kufizuar që mund të kenë, ata kanë talente të ndryshme, ne jemi vetëm ata që duhet t'u japim mundësinë. Kështu që më vjen shumë mirë që në agjendën tënde si deputete e Kuvendit të Kosovës janë pikërisht kjo kategori si prioritet me cilën ti do të merresh. Çka thotë tashmja në këtë pikë? Zgjidhe një kartë. Okej. Prap me të parën, a? Me të parën. Ka të bëj me kompenzimin për të cilin ne veç folëm më herët edhe na tregove që nuk i kompenzon gjërat ta situatat. Preferoj ta ndrojmë. Okej. Po shkojmë pak nga mesi. Hajde. Në çfarë situatash në jetën tuaj jeni ndjer e humbur dhe e çorientuar si ka ndodhur? Nuk më kujtohet e humbur edhe çorientuar, s'kom pas ndonjë rast që më e veçaj. Ka pas momente tash jeta është vetë sfidë, ka pas në momente kur e ke pa që puna jote dhe kontributi shpesh nuk vlerësohet edhe ka pas dëshprimet, por në diçka që kam ndje ashtu e humbur, nuk po më kujtohet që kam diçka. Mirë, kryesisht i mban gjërat nën kontroll, Rita. Mundona. Jashtëzakonisht shumë mundona mi mbaj gjërat me në kontroll. Ka momente kur bjen komplet për tokë dritë edhe si vepron. Ka momente kur ndihesh totalisht e lodhur përkundër fuqisë, përkundër vullnetit për të çuar gjanat përpara. Realisht në këto rast ndodh që ka ndodhur që bjen për tokë, por e praktikoj të meditoj në ato të raste, edhe ose të meditoj në natyrë, se zakonisht e përmenda edhe në fillim, unë hikingun e don jashtëzakonisht shumë edhe praktikoj, kështu që në momente kur mund ndjem me thonë kushtimisht pak më humbur, ose meditoj brenda hapësirës ose dal në natyrë dhe mundohet ta i kaloj atë energji të keqe negative e cila është akumuluar brenda meje. Mirë, zgjedhje e bukur që të meditosh e sidomos që të zgjedhësh natyrën për të shprazur do të thoja gjithë energji negative që secilin prej nesh është e pamundur të mos e kaploj të paktën një herë në javë, për mos me thënë një herë në ditë, po të paktën një herë në javë, duke marrë parasysh edhe gjitha angazhimet që ke edhe punët me palë të ndryshme. Çka thotë e ardhmja në këtë pikë? Zgjedhë një kartë. Opa. Në lidhje me dy kartat e mëparshme merrni parasysh shembullin më poshtë. Çfarë ju lodh fizikisht apo emocionalisht në lidhje me temën që po diskutoni? Si mendoni se do të rifitoni ekuilibrin? Kur i përmbledhim të dy sferat në të cilat ne diskutuam, edhe për të kaluarën edhe për të tashmen të këtij raundi, çka të lodh fizikisht e emocionalisht më shumë? Cila pjesë e jetës? Padyshim që e tashmja aktuale të lodh ma tepër, se politika din me ngarku ma tepër dhe sidomos kur je pjesë e publikut, figurë publike, kur t'jesh në shërbim të qytetarëve, të lodh ma tepër, tash jo në shumicën e rasteve ki mundësi mi u ndihmu të gjithëve, shpesh herë nuk arrin me kuptu që edhe pse je në pozicionin të cilën të kërkojnë ndihmë, ti ndoshta adreson çështjen cilën ata po ta kërkojnë, por nuk është në dorën time. Edhe ndoshta bën mundi jo mirë në atë momente kur nuk mundesh ti ndihmosh cilën me kërkesën cilën e kanë, por njëkohësisht që edhe të lodh emocionalisht, padyshim që edhe politika të lodh
të lodhë jashtëzakonisht në të dyja sferat. Edhe ti vetë je grua dhe din mos mire sa vështirë është me qenë në politikë, sidomos para gjykimit, fjalët e gjanat, të lodhin bukur shumë. A ke pas para gjykime gjatë kësaj kohe kur ke vendosur me hy garës për deputete? Edhe si ke përballu? Fatmirësisht, këto i kum kalu, i kum pas para gjykimet kur kom hi për asambleiste. Shpesh herë më kanë thonë, kum dëgju fjalë që kanë thonë pse po hyn. Kum pas para gjykime prej momentit kur unë kum vendos me kandidu, me hy për studime në shkenca politike, edhe pyetja e parë cila më kanë bë pse qa ke lyp që e him në shkenca politike, qka po dëm me bo me shkenca politike, me arrit me shkenca politike, por unë i kum pas qëllimet e qarta edhe pa dyshim që pavarësisht fjalëve dhe gjanave, unë nuk jom dal. Tani normalisht edhe kur jemi garës për asamble, prej shoqërisë civile kum dal në asamble dhe tani ai fokusi ka qenë shumë i madh i fjalëve të njerëzve, pse s'ki që ka lyp, që ka lyp një gru në politikë, Ajo ke dëshmu sot të kundërtën me fiturën tënde në kuvend? Cili ka qenë diskutimi pastaj? Ka ndru diskursi mendimit për ty, për krejt ata që të kanë paragjykuar se s'ki që ka me lyp në politikë? Padyshim, për 90 shkallë ka ndryshu. Si reagon karshia atyre personave, që e din që dikur të kanë paragjykuar dhe sot mbase të vinë mrapa për shkak të pozicionit që ke? E thashtë edhe në pjesën e parë që unë jam një person që pavarësisht çka thua dhe çka ndëgjoj, drita vazhdon të jetë e njëjta cilën qysh kam qenë, edhe kur takona me ata, unë prap jam e njëjta, për asnjë moment nuk jam kthy dhe mi thonë a pshet që të ka dale kundërta. Nuk jo merr, zakonisht jo merr që puna jam me fol, edhe e kum lanë që puna jam me fol, edhe realisht puna jam ka fol. Kjo është zgjidhja më e mirë në fakt që secili do duhet ta bënte në politikë. Ndryshe nuk besoj që mund të shtyhemi me secilin person që mund të na kundërshtoj, sepse jemi afro 2 milion banor. Dhe është normale që ju të gjithë duhet të na duan në pozicionet ku jemi. Mirë dritë për te kësaj, si qëndron me pjesën e artit? Më konkretisht me muzikën. Dëgjon shumë muzikë? Jo. Jam një person që krejt që vefason kur të më thonë a ndëgjon shumë muzikë. Unë jam një person që nuk ndëgjoj shumë muzikë. Preferoj me lexu ose preferoj me dal me ecë, ma tepër se sa muzikë. Edhe në makinë kur të voziti, unë nuk kam muzikë. O, interesante. Ideja pse po ta bëj këtë pyetje është se zakonisht hyneshat në këtë pikë të emisionit i pyes se cila do të ishte një dëshirë muzikore që ne mund ta plotësojmë për ty sot. Tani mund të bësh përjashtime dhe të na thuash paktën një këngë të vetme që ty ndonjëherë të ka pëlqyer. Tash kohës fundit shpesh edhe në rrjetet sociale nuk është që nuk i ndjeku edhe artistë të ri dhe këngë të reja, po thjesht nuk më bën përshtypje edhe nuk jam e fokusuar shumë me analizu tekstin ose me pa këngën. Më ka ra shpesh herë kënga e Yll Limanit, kjo e Prizrenit, tash sfundi nuk... Kënga e re e Yllit? Në për koncerte tash është bërë shumë virale, sidomos në TikTok. Nuk është që po më kujtohet titulli. Nuk e di që është titulli, veç që më ka ai refreni i Limanit është bërë shumë viral. Të Shatërvani, nuk e di diçka. Nuk jam e mirë me muzikën se po vresë. Ashtu nuk është shumë paskaro shumë në sy, gjithsesi do të qysh deskun e muzikës, sigurisht ata duhet ta dinë se për cilën këngë bëhet fjalë. Nëse nuk e gjejmë, atëherë një këngë të Yll Limanit patjetër do ta plotësojmë. Faleminderit shumë. Mirë, të dashur dëgjues, është koha që sërish të rikthehemi muzikë, ose ne do të dëgjojmë Yll Limanin, do të shohim nëse desku i muzikës do ta ketë këngën për cilën po flet Drita, nëse jo, patjetër një nga hitet e Yll Limanit do të na shoqërojë tani, ndërkohë që ju mos u largoni nga valët tona, sepse vim pas pak me raundin e tretë dhe të fundit të hapjes së kartave të deputetës Drita Pajaziti. Kemi dëgjuar kështu bashkë Yll Limanin për dëshirën e hyneshës sime personte, Drita Pajaziti, e cila po bën hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva. Ne kemi ardhur tek raundi i tretë dhe i fundit, ai gati. Po, Elona. Zgjedhni një kartë nga e kaluara.
Okej, po shkoj me... Shpejt i kaloj kartat Drita, ani pse ishte me siklet në fillim. Në lidhje me ato që keni diskutuar, tregoni kur një sjellje e tillë ka komplikuar më tej situatën. Në të kaluarën tënde, ke pasur ndonjë sjellje të pakëndshme, do të thoja më shumë, që ka komplikuar një situatë të caktuar, por që e ke bërë me të drejtë? Nuk po më kujtohet, nuk kom pas situata të tilla, nuk. Ndoshta edhe ka pas, por që po në momentin nuk po më kujtohet një situatë e E tillë. përmende në fillim që zakonisht jetë tip i qetë edhe kështu dukesh edhe në fakt nga natyra, po ka momente kur shpërthen Drita karshi situatave të ndryshme? Zakonisht mundona shumë me rujt qetësinë time, vetëm nëse akumulohet shumë edhe arrit në një pikë që Drita nuk mund më shpërthen, por deri më tani kom arrit me kontrollu qetësinë time dhe nuk deri më tani qetësia ime nuk më ka lënë vetëm asnjëherë, kështu që I kete kalu gjanat me qetësi. I mundona që në momente me presionin më të madh në të cilin unë ballafaqona me rujt qetësinë. Mundona. Po në rastin kur pala e kundërt shpërthen ndaj teje, si reagon? Mundona prap jo në mënyrën e njëjtë me këty, mundona me qetësi, me argumentu atë të cilën unë mendoj që është e drejtë dhe të cilën është, pavarësisht që situata mundet me qenë e agresume në masë të madhe, unë ka pas raste që me shumë qetësi e kom thonë atë të cilën unë e mendoj, jo mundu me argumentu atë pse po e thëmë dhe padyshim që ti mundesh me fol në mënyrat në tonet shumë të larta, po nuk është pjesë e natyrës time që unë e kthena me tonet të larta. Mirë, do ta shohim kur do të ketë debat fuqishëm në Kuvendin e Kosovës si do të reagosh. Uroj ta ruash këtë lloj qetësie që e ke tani. Do të mundona, do të jetë sfidë e re, tash nuk e di si do të jetë, po do të mundona në atë që më kriju ta paraqes edhe në Kuvendin e Republikës të Kosovës. Mirë shumë, çka thotë tashmja në këtë pikë, si dhe një kartë. Okej. Tash këta. Në cilat situata e keni të vështirë të thoni po dhe si ka ndodhur? E mban mend ndonjë situatë nga e tashmja që e ke pas shumë vështirë të thuash po, edhe pse? Pyetje shumë, por nuk zakonisht nuk them po se jo, pa e mendu dhe pa ndje vetë që du të me thonë po se jo. Nuk ka pas deri me tani një moment që më është imponu edhe me thonë po. Deri me tani nuk ka pas një moment të tillë që më është imponu ose edhe që është dashme patjetër me thonë po. I kom bërë gjërat me vullnet plot timen. Ka pasur gjithmonë të tilla momente, pra nuk ke bërë asnjëherë asgjë në jetë me imponim, siç po e thua? Jo, asnjëherë. Nuk të është kërkuar asnjëherë që të bësh diçka të imponuar? As karshi situatave të rrezikshme ndoshta për të shpëtuar dikë ose diçka? Nuk kom pas raste të tilla, nuk jem ballafaqur me raste të tilla, mirë po nuk më është imponuar asnjëherë në raste me thon po, patjetër. Nëse unë kom menduar dhe kom vlerësu që nuk bën, nëse kom mendu që duhet me qenë, e kom vlerësu që po edhe e kam bërë. Po në rastet e të thënit jo, kur e ka vështirë me thënë jo, Drita? Kur e ka nuk realisht e thash edhe ma heret, menoj kur e ndjej e thëm po dhe kur e ndjej e thëm jo dhe nuk i kushtoj rëndësi. E analizoj situatën edhe shoh në çfarë pozicioni. Ka pasur në këtë rast një moment që ke pas shumë të vështirë me i thënë jo diçkaje? Besoj që po, secili kemi momente të tilla. Qoftë në aspektin personal, qoftë në aspektin profesional. Nuk po më kujtohet. Nuk e di që kam një moment të tillë që kom thënë jo për diçka. Mirë, çka thotë ardhmja dhe e fundit fare për këtë edicion? Drita po duket me qenë shumë e matur
ta shohim nëse ka me mujt me rujt këtë maturi edhe kur të filloj të funksionoj kuvendi. Në lidhje me dy kartat e mëparshme merrni parasysh shembullin më poshtë. Shpjegoni ndryshimin që dëshironi për vete, si do ta festoni suksesin kur më në fund të arrini atë në rrugën tuaj drejt ndryshimet. Çka do doje të ndryshoje tek vetja në një të ardhme të afërt, Drita? Unë nuk do doja të ndryshoja Drita që jam. Karakterin. Karakterin që kam, por nuk kam diçka që une synoj me ndryshu të vetja ime, unë jam e lumtur kjo që jam, për karakterin që unë mbaj, për maturim, për qëtësinë të cilën unë e kam si veti, që i qmoj jashtëzakonisht shumë, dhe nuk mendoj me ndryshu diçka. Edhe në situata nuk mendoj, as nuk du me ndryshu, edhe në situatat paraprake të cilat i patëm që nëse unë ballafaqona në situata jo të mira dhe me kthy me jo të mirë, kështu që nuk du me qenë ai person, unë shpresoj dhe uroj që politika mos më ndryshu edhe me qëndru kjo që jam, edhe nuk mendoj me ndryshu, uroj që qëllimet të cilat unë i kam edhe pavarësisht edhe qëllimet të cilat unë i kam edhe vullnetin të cilin unë e kam me jetësu edhe me moralizu qëllimin që unë gjithmonë kam pas qef dhe vazhdoj të kem qef, dëshirë që t'i ndihmoj dhe t'jem në ndihmë të tjerëve. Unë uroj edhe shpresoj ta kesh këtë mundësi edhe uroj edhe shpresoj ta ruash këtë karakter edhe ta ruash këtë qetësi edhe në vazhdimsi, gjë që nuk dyshoj, natyrisht, përkundër pozicioneve që do t'i mbash. Dritë, kaq ishte minutazha e hapjes së kartave të jetës tënde në 3 perspektiva, tani krejt në fund, kur bashkë kemi përplasur që nga fëmiria e deri tek perspektiva e së ardhmes, tregom si po ndihesh. Elvana, fillimisht faleminderit edhe një herë për ftesën edhe ish kënaqësi me qenë sonte këtu me ty. Jashtëzakonisht një ndjesi e mirë, por edhe koqa sfiduese, se më ranë disa pyetje që nuk i kisha menduar ndonjëherë që mund të dikush me pyet, kështu që ish një ndjenjë koqa e bukur, po koqa sfiduese. Kështu që kënaqësi dhe faleminderit jashtëzakonisht shumë për ftesën edhe që sonte emisionin e ndamës së bashku. Ishte shumë kënaqësi edhe për mua, natyrisht që kartat janë sfiduese, kjo është edhe misioni i këtij emisioni, që figurat tona publike ose gratë e suksesshme në përgjithësi të Kosovës të njohim për te i punës, për te asaj që ne jemi mësuar të shohim në publik. E dashur fare në fund, dua një porosi të ndën për të gjitha gratë dhe vajzat që janë duke na ndjekur, sidomos ato që duan të hyjnë politikës. Porosia ime vetme për gjithë gratë dhe vajzat të cilat janë edhe në politikë, po dhe të cilat kyqen, që secila grua dhe vajzë e cila është, le të ndjek ëndrat edhe qëllimet e veta. Mos ndërzohet pavarësisht barierave, sfidave në të cilat ballafaqohet. Jeta ka sfida të ndryshme, ka pengesa, por rëndësishme është me qit cakun, qëllimin ku don me arrit edhe mos me shiku anash, por me shiku drejt edhe për me arrit cakun ku dëshiron. Mos mu ndërzo asnjëherë. Shumë porosi e bukur, e dashur, faleminderit shumë, unë uroj shumë suksese. Fillimisht uroj që kuvendi i Kosovës të konstituohet në përgjithësi, në plotni, edhe ju të keni mundësi të vazhdoni mandatin tuaj edhe të bëni gjëra të mira për popullin e Kosovës dhe jo vetëm. Shumë suksese. Faleminderit e dashur, faleminderit edhe një herë. Të dashur dëgjues, kemi qenë kështu në një bashkëbisedim shumë të këndshëm me deputetën e re të zgjedhur të Kuvendit të Kosovës, zonjën Drita Pajaziti, e cila bëri hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva. Me mua Elvanën dhe një hyjnesh tjetër, bashkë takohemi javën tjetër. Deri atëherë, gjithë mirat.